Peshqit legjendare të pajës së nuseve në të trija krajinat e Shqipërisë janë një element të rreshjes për turistët dhe sapo mbritur në Tiranë. Fadila Bazi, në afro 30 vjet mbledhje e shpërndarje antikash, na zburon një koleksion të pasur të mbledhur me shumë mund në çdo skaj të vendit. Kjo është një arkë e zonës Firit, i përket fund vitit 1800, është një arkë e gëdhendur dhe mbi gëdhenjen është pikturuar. Është një arkë që është restauruar, është parë në zonën e Firit. Arka është një arkë që u përket kryesisht myslimanëve të atyre zonave. Arka poshtë është arkë që u përket të krishterëve, të zonës e Firit. Kurse arka tjetër është një arkë me pikturë, dhe po të shohësh me vëmendje spikat gjeli si element dekorativ dhe vazot me lule, e kupton? Janë arka shumë të pëlqyera dhe kryesisht klientët francezë mahniten, sepse ato gjelin e kanë si simbol të tyre dhe mahniten nga këtë lloj arkësh. Është një arkë e pikturuar me bojra ikonografike. Këtu kemi arkat të Shkodrës, arkat e Firit, arkat e Lushnjës. Këtu, siç e shikoni, kryesisht janë të gjitha llojet, janë arkat e të gjitha trevave të Shqipërisë. Duke filluar për shembull fjalën atje është një arkë e Elbasanit. Ajo arka poshtë është arkë e Beratit. Arka poshtë është një arkë e Tiranës. Kurse këto arka tjera që janë me pikturë janë kryesisht të Firit dhe të Lushnjës dhe të Beratit. Kjo është një arkë italiane, prejare. Vim më poshtë, këto janë arkat e zonës së Sarandës. Janë arka para vitit 1900. Kurse po të kalojmë këti, kemi arkat e Kosovës. Arkat e Kosovës janë arkat vogla, por shquhen për kolorin e ndezur. Pasi trashëgimia nusës ishte më e ngjeshur? Po, kurse më poshtë shohim që kemi arkat e Mirditës. Si janë këto arkat e Mirditës? Edhe e fundit është një arkë i Mirditës. Më të thjeshta, punim. Janë më të thjeshta, janë kryesisht vetëm me gdhenje, jo me pikturë. Druj pasë, patjetër. Fadilin e rrëfen për ambasadorët e OSBE-s ndër vitet të apasionuar në koleksionimin e arkave shqiptare. Ekzotika e një sunduku nis që në zgjedhjen e materialeve të artizanatit. Fillova të grumulloj kryesisht arkat shqiptare, që një bukuri e veçantë dhe janë shumë të lakmuara për tregun e huaj. Çdo trevë e Shqipërisë ka arkat e veta specifike. Ka sëndukët që kryesisht e veçanta këtyre sëndukëve ishte sepse sëndukët ishin pikturat. Për shembull, arkat e Shkodrës janë të mëdha, të punuar edhe brenda kapaku edhe anash. Pastaj janë arkat e Firit, të Lushnjës, të Beratit, janë edhe me pikturë, edhe me gdhendje. Kjo ishte një element shqiptar, që çdo nuse kur martohesh do shkonte me 2 arka. Kjo ishte pathuajse përpara dhome e gjumit e nusës. Fadila Bazi është i brëndë dhe pasioni për objektet e vjetra me vlerë ka nisur që me orat e xhepit të pëlqyera nga italianët e operacionit Pelikan pas viteve 90. Fadili ka ringritur një vilë 3 katëshe sipas modelit të një ekspozite me mobilje antike. E veçanta në odën e pritjes është koleksioni i qelqeve të fabrikës së Kavajës. Gradualisht me pasionin e gjërave antike, duke e parë me syrin e një koleksionisti, parë se edhe në periudhën e monizmit ishte bërë diçka e bukur, janë bërë edhe objektet bukura edhe në kohën e monizmit. Ajo që spikata unë ishte qelqi Kavajës, që është një qelq, mi fjellë është shumica e këtyre qelqeve janë bërë me dorë, në fabrik, por ka pas punë dore. Të gjithë këto punimet, më shpjegon të një inxhinier i fabrikës qelqit, janë gjëra që janë bërë me dorë. Dhe me të vërtet ka pas shumë punë të bukura, punë artistike. Nis nga kjo, unë kam bërë një koleksion. Në koleksionin tim futën kanet e ujtë,
kanet e mëdha, kanet e vogla, futën enet që mbanin në raki, futën gotat e mëdha, gotat e ujit dhe gotat e rakis, edhe gjithë elementet zbukurues që përdorshin në bufet tona. Sa kohë ka zgjatur grumbullimi mbledhje? Një koleksion, një pjesë e një koleksioni, sepse unë nuk e kam reklamuar të gjithë koleksionin, po mundohem që të mbledh të gjithë qelçet që janë prodhuar në vendin tonë. Kjo është për shkak që përdorin ngrat për qerasi, për llokume dhe karamele. Edhe kemi edhe diku një abazhur apo jo? Kur iknin dritat? Një abazhur, po, e kupton? Kjo për shkak është një pjatë Alp Turist Tirana, Po. që është prodhuar nga porcelani i Tiranës. Kjo është pallati i kongreseve. Kjo është një filxhan që thotë në të ndërmarrja tregtare ushqimit social. Kjo është një filxhan tjetër prapë që lexon Alp Turist. Po kemi edhe ato filxhanat e kaves, Edhe filxhanet e porcelanit Tiranës, edhe porcelani i Tiranës shuhesh për cilësinë e lartë, edhe stemën që porcelan Tirana, kupton? Kjo është mobilja më e shtreta dhe më e vjetra. Është blerë në një familje tiranësish me origjinë nga Shkodra. Është një mobilje 200 vjeçare, quhet sekretari. E veçanta e kësaj mobilje është jo vetëm vjetërsia, por është edhe punimi, është një punim interciat, po ta shikosh të vëmendje të gjitha këto punimet, rimesot janë vendosur me dorë, këto zbukurimet, a kupton? Është punimi më i shtrenjtë. Fadil Abazi është një nga personazhet e njohur dhe simpatik mes koleksionistëve shqiptar. Ai ka gjetur një balans ndërmjet materiales dhe shpirtërores, duke kërkuar në thesarin e gjysheve shqiptare, i cili mund të fshihet fare mirë në sandukun e zbukuruar të pajës. Pas arkave, pasioni im u bë mobiljet në përgjithësi, e kupton? Edhe gradualisht fillova të mësoj dhe restaurimin e mobiljeve dhe njëkohësisht bëj dhe restaurimin e mobiljeve me metoda natyrale, me metodën e vjetër. Kemi dy lloj sandukush, një sanduk që është para vitit 1900 që është imitimi i stilit venecian, sandukëve me gdhendje dhe me pikturë. Dhe pas 1900-s kemi sandukët me pikturë. Dhe veçanta është që në shumicën e sandukëve si element kryesor në pikturë ishte gjeli ose pëllumbat. Fadili është dhe restaurues mobiljesh të vjetra, ndaj ditën në rrëfej se si bëhet nga e para dhe vezullon me shkëlqim një sanduk otoman i epokës së sultanëve. Restaurimi zgjat rreth 2 javë duke futur edhe trajtimin që i bëhet kundër krymit. Ka ndodhur, po kjo ark, mos është ajo e princit otoman? Kjo është një ark turke, është marrë në Gjirokastër, edhe kjo është një ark 100 vjeçare ark. Ato hanëmet e Gjirokastrës mendoj që kanë pas lënë diçka ato gjyshet tona, ha? Patjetër që arka ishte objekti që rushin mbashin si rrobat, ashtu mbashin edhe pasqyra dhe gjërat e tualetit. Ne kemi parë borbardhën pasqyrë, po pasqyra e njerëzimit kush është? Patjetër që profeti Muhamet është shembulli, është morali i shoqërisë.